Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 15 mars 2026. Dita e diel, dita e diellit, dita e ndryshimeve dhe mundësive të arta që vinë. Një ditë mjaft e rëndësishme, sepse kjo periudhë është periudha e kohës dhe momentit të duhur në lidhje me takime, bisedime, çështje konkrete nga ndonjë që vinë, por në kohë reale, për gjëra të mëdha që ju e keni, është momenti më i mirë i mundshëm për të zgjidhur problemet. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Shenjat që kanë përfitime shumë të mëdha janë shenjat e ujit. Shenjat e ujit lidhen shumë sepse ndikimi planetar që ka të bëjnë në anën tuaj, kemi ndikimi i Marsit me afërditën dhe me Mërkurin jep një mundësi shumë të madhe në anën ekonomike financiare. Por dhe Jupiteri në anën tjetër bën ndryshimin e vet. Jupiteri në shenjën e ujit, në shenjën e Gafores, duket se ndihmon në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur. Prandaj, shenjat e ujit, siç është Gaforia, janë akrepët dhe peshqit, përfitojnë njëjshmase në këtë ditë, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Por juve që doni mbi çështjet që keni në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin e madh që vjen dhe periudha që ndodhin fenomenet, atëherë e keni gjithmonë mbas dite, gjithë dita është mjaft e mirë, por mbas dite është më e mirë sepse lidhen me ekonominë. Pas të fillojmë me parashikimin e dy mëshirave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikim të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja e rrosë atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjërat që ju doni, për çështjet ekonomike financiare, për ndryshime dhe marrje vendimesh të rëndësishme. Por vallë sa juve jeni të ndikuar ose doni të nisni diçka të re në anën tuaj, po është mundësia, është koha mjaft pozitive, sepse çdo gjë shkon mbar dhe mundësitë që ju jepen ose keni gjëra që doni të nisni diçka të re ose doni të bëni diçka për sa përket udhëtimeve, atëherë keni gjithë atje. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni që dërgoni mesazh, kemi pikërisht butonin këtu. E klikoni dhe pastaj dërgoni mesazhe dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Por ju të shenjës së dashit të duket se keni disa mundësi të arta do ta thosha unë, sepse koha ka treguar që ju jeni me fat në anën ekonomike financiare, jeni me fat në ato që doni të bëni, por në një farë mënyre keni dhe disa takime dhe vendime të rëndësishme që ju merrni në anën tuaj, por megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës që keni, sepse lidhet shumë me karrierën, por në anën tjetër jeni disi të ndrydhur për arsye të ekonomisë dhe të gjërave të mëdha, sepse kjo ditë, pikërisht kjo ditë, sepse Mërkuri që është në retrograd që firmon një kënd me Marsin tek peshqit, një kënd që ka të bëjë shumë dhe me komunikimin, keq kuptohen gjërat, sepse reagon shumë impulsivisht, por ajo që do të keni vëmendje më tepër, ndikohen edhe shenjat siç janë binjakët virgjeshë, shqyqetari peshqit dhe diçit parë, për shembull, si e keni në anën tuaj, keni përballë. Kur kemi gjëra përballë, domethënë që lidhen me anën tuaj, duhet pasur pak vëmendje. Por gjithsesi, paraditja ka disa gjëra që kërkojnë vëmendje. Bazita është më mirë për të bërë takime dhe gjëra të tjera sepse kalon vala ose problematike që keni pasur përpara. Dashuria duket se me bricap është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës. Ju thotë shenja e demit. Për ju shenjës e demit duket se kjo e diel është një diel mjaft e rëndësishme për sa i përket punës dhe kohës suaj. Por megjithatë, kjo periudhë është periudha mjaft ndërlikuar, mjaft pozitive në njëra anë, për sa i përket anës ekonomike financiare, për sa i përket disa vendimeve shumë të rëndësishme që mund të merrni, janë vendime shumë të rëndësishme ekonomike, në kohën e duhur, momentin e duhur, gjërat zgjidhen vetvetiu sepse keni kohën tuaj, keni momenti, nuk e diskutoj unë për gjëra që juve keni në anën ekonomike, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën dhe disa ndryshime të arta që vijnë drejt jush. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan dhe me peshore janë mjaft të mbara, me peshore sidomos është diçka shumë e mirë, por një vëmendje do të bëni me bricapët dhe diçit parë sepse diçka mund të jetë problem, por është e zgjidhshme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët.
Për sa përket binjakëve, megjithëse binjakët duket se nga njëra anë kanë të mundësinë e tyre dhe mundohen shumë për t'ia arritur qëllimit të tyre, por megjithatë është një periudhë mjaft e mirë tani e tutje, ku gjërat do jenë në anën tuaj, edhe pse keni pasur probleme në anën ekonomike financiare, por kjo nuk ju ndalon për sa përket ekonomisë dhe menaxhimit të gjërave të parë, të komunikimit edhe të bisedimeve. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dashur dhe dishit parë dhe me akrep, është diçka mjaft e mirë e tërë pozitive për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi. Megjithatë, bëni pa kujdes, mos u nxitoni në marrje vendime, sepse binjakët nxitojnë pak, do ta thosha unë, në lidhje me çështjet e financave, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, po me karrierën do ta thosha unë, sepse është edhe koha që juve i keni mundësit edhe zgjidhjen e duhur në anën ekonomike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me bricap dhe me peshore është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot gaforja. Megjithëse gaforet duket se tani për tani mos u shqetësoni për sa përket çështjeve financiare ekonomike, sepse vërtet juve i keni mundësi. Nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim për gjërat që do të keni tani e tutje, por meqense kjo periudhë është një periudhë ndikuese dhe mjaft pozitive mbi ndryshimet që vijnë në anën tuaj, por një pozicion planetar që juve ju ndihmon në anën ekonomike financiare në lidhje me biznesin, domos, duket se tani në këtë periudhë e keni mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur në anën ekonomike në lidhje me disa takime mjaft të rëndësishme dhe pozitiviteti juaj që bën që t'jeni shumë korrekt me ekonominë dhe stabilizimin. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dashur të diçit parë, me ujortë dhe diçit të tretë, është një periudhë mjaft e mirë, prandaj mos i lini gjërat pas dore, por rishikoni se do t'ja dilni në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, edhe pse keni të bëni me ujortë dhe diçit të tretë, është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët duket se tani e tutje është një nga momentet më të mira të pozicionimit të planeteve dhe të periudhës që do të keni nga ndryshimet që do të keni, meqense luanët janë vendimtar në ekonomi, janë në pozitivitet në dashuri, por në ekonomi me sa duket e keni pasur edhe problem për sa përket punës dhe periudhës ndryshimit të madh, dhe është një nga gjërat më të mëdha që do të keni për sa përket vendimeve dhe marrjes ndryshime të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep të diçit parë, me akrep edhe pse keni pasur disa probleme të vogla, por ka qenë të zgjidhshme për juve, por është një moment mjaft pozitiv dhe do shikoni edhe vetë, sepse lidhet shumë me anën e pozitivitetit të karrierës suaj, por dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë dhe do të diktojnë në anën tuaj. Në çështjet që bashkim familjar ka të bëjë me peshk të diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat duket se tani në këtë periudhë, jo se thot Jorgo për një arsye për tjetër, por gjërat që janë tani e tutje i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur atë që juve kërkoni, atë që dëshironi. Por ky është një moment mjaft i mirë, është stabilizues për sa i përket favorizimeve dhe mundësive. Për sa i përket mundësive, është momenti juaj dhe koha e duhur në ndryshime. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe me bricjap janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshorët duket se kanë edhe ndikime të mëdha, nuk do diskutoj unë, sepse kanë bëjnë edhe momentet edhe periudha e duhur në anën ekonomike financiare. Një nga ndryshimet dhe gjërat madhore që kanë bëjnë është biznesi, edhe pse do bëni një shitje juve, koha ka treguar që jeni me fat, sepse keni edhe kohën tuaj, keni dhe momentin tuaj, por njëkohësisht është një nga mundësitë më të mira dhe tepër pozitive në anën e biznesit tuaj dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me ujorë të diçit parë është diçka mjaft e rëndësishme për sa i përket ekonomisë, për sa i përket ndryshimeve dhe mundësive të harta që vijnë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Për sa i përket akrepëve, akrepët duket se tani janë anën e tyre më të mirë të mundshme, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim. Akrepët kanë pasur disa probleme në një kaluar të afërt,
por vjen një moment tani që mund ta zgjidhin ashtu siç ata dëshirojnë dhe kanë kohën e tyre për sa përket zgjidhjeve dhe çështje kontakteve më tepër, do thosha unë, është një moment mjaft i mirë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujorët e ditës parë dhe me dëmt e ditës është perfektja dhe jo problematikja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, duket se shigjetarët tani e tutje janë anën e tyre më të mirë të mundshme mbi stabilizime dhe ndryshimet që ata kanë. Është një moment mjaft i mirë tani e tutje. Janë momentet më pozitive dhe më ato të ndryshme që mund keni, por koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshk dhe me luan është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për sa përket bricjapëve, bricjapët duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi të mira do ta thosha unë, për ndryshim pune, nëse ata e dëshirojnë, është një mundësi e mirë sepse e zgjidhin këtë problem që kanë pasur, por edhe disa çështje të tjera që kanë bënë janë mjaft të ndikuar në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime të mëdha që do të keni tani e tutje, që lidhet me ekonominë, lidhet dhe me disa gjëra që lidhen me biznesin, sepse gjithmonë jeni një hapar sa çfarë ndodh, por mos u shqetësoni në çështjet e tjera, se ditë e diel gjithmonë është e lodhshme, sepse lidhet me ekonomi, lidhet me planet që keni për të ardhmen, edhe ju ngatarron pak atë të ditës, domethënë atë që keni në dorë juve. Por gjithsesi kjo është në të mirën tuaj, nuk ka problematik. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan dhe me dash janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, janë ujorët. Për sa përket ujorëve, meqense ujorët tani e tutje, kanë një mundësi, dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë në anën tuaj, edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur gjëra kësaj natyre, po keni zgjidhur ju problemin tuaj në ekonomi, në çështjet e dashurisë duket se me dash dhe me peshore përgatituni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshqit. Peshqit dashur, sido që të vinë gjërat, nga do që ta kthesh, jeni në anën tuaj, jeni në mundësi që ju zgjidhen problemet. Dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjëra të mëdha që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshore dhe me dëm është ideale. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 15 mars 2026. Por nëse doni parashikimet e detajuara, astrologo.al, faqja roz. Atje e shikoni, zgjidhni paketën tuaj, numrin për katës të blerjes, dhe më pas jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it, por nëpërmjet emailit që do dërgoni në sekretari. Përndryshe s'kemi si të komunikojmë. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi pikërisht të butonin këtu, duke klikuar dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Në një rrepulla, më të mirë një uroj. Gjithë mirë.